burri thot prindrit janë primar, gruaja e fëmija sekondar, pra dorës parë prindrit, pastaj fëmijët edhe gruaja të dorës dytë. Kjo qasja është e gabuar, është qasja e gabuar. Në Islam nuk bën krahasjen me bë mes prindërve, fëmijëve, gruse, kështu me radhë, vllaznive, motrave. Gjithse cili ka hakin e vet, e ka vendin e vet. Po, është e vërtet që respekti ndaj nanës është më i madh në botë. Domthon, nëse ke respekt ndaj ndonjë krijese që ke afër vetes, është ndaj nanës. Pastaj vjen baba. Po kjo nuk do të thonë që ti s'ki përgjegjësi ndaj gruas. Jo. Nëse nana i bën zullum gruas, ti dush me mundu me nalet zullum, me i dal krah gruas, me mbështet hakin të drejtën. E kupton? Andaj kjo qasje kështu, jo, ata vjen rend parë, kreta lukset aty në le fëmijët e pa bukës e gruan, kjo gabim. Gjithsesi dhe duhet me ia dhënë hakin që e ka dhënë Zoti.